Me që jemi akoma të qëllimet, shpesh kemi qëllime, e nisim vitin me qëllime, si kur besoj edhe shumë nga ne tash, por gjithsesi lodhemi shpejt, ose nuk mundohemi shumë për to. Si ta t'i kalojmë këtë, apo pse ndodh kjo? Po, ndodh shumë që personi të raskapitet, të shterohet. Vjen një moment që rutina e lodh, jetojmë në një botë shumë të ngarkuar, kjo shumë e qartë, por është mirë që ai person të ketë për shembull një mbështetje edhe profesionale, por edhe personale. Të ketë një strukturë që unë do e rikujtoj veten muaj pas muaj, do e mbaj veten accountable, do e mbaj veten do e pyes veten sa i kam arritur këto. Do i kërkoj në një mënyrë llogari vetes, po, pikërisht. Edhe por mundet që në qoftë se keni edhe ndonjë mik të afërt, mund ta kërkoni ndihmën e mikut që do më kërkoj llogari miku se ai ka arritur këtë qëllime apo jo, sepse është gjithmonë njeriu është person social, është qenie sociale, ka nevojë gjithmonë për ndihmën e tjetrit. Edhe pse mos kur do me bashkimi bën fuqi, është mirë që gjithmonë të jemi në koordinim edhe me të tjerët. Madje kur do jesh në koordinim me të tjerët, do marrësh edhe një mendim se a është ky qëllim a është vërtet ky qëllim ndihmues apo dërgon person apo e dërgon personin në atë rezultat që po kërkon.